Në rrjetet sociale njerëzit postojnë vetëm gjanat e bukura, nuk postojnë kërkush gjana që nuk janë të bukura. Po herë janë edhe rrana e kuptimin e mirë thjesht nuk është jeta aty në reale. Ka edhe në rrjetet sociale njerëz që ndoshta postojnë për ditë edhe ne na duken shumë të gëzuar, po ata ndoshta janë ata që janë të luftu këtë lloj depresionit edhe ajo është e vetmja mënyrë që ata më e bë vetin mundi mirë, se ndoshta nuk kanë kërkën tjetër afër që më u shpreh, edhe aty mundohen pak edhe me rrejt vetin se jam mirë. Por nuk do me thonë që ai do të më kenë mesazhe që ndoshta na marrin pse ke jo vetëm fëmijë ose rini, ke edhe njerëz të moshave të ndryshme që prej mediave sociale janë të kaluar për depresione sepse njihen zhgënjym me veten, pse unë nuk mundem me arrit një jetë tillë, ose pse se ka herë njeriu mundohet, po ashtu edhe fati ka herë që nuk të ecë, dhe kur nuk të ecë fati, nuk do me thonë që ti ke dështu, edhe janë këta rrjete sociale që të bajnë ty me kriju atë imazhin e dikujt tjetër që ka një jetë perfekte. Edhe kaloj njerëzit, ata kanë që janë të kalu diçka në jetë, plus këto gjëra të tjera që shtohen, atëherë bëhet edhe më keq.